Me skuqit e lagjes Mark Lula dhe në gjithë hapësirën përgjatë brigjeve të Kirit nga të dy anët dhe shtrati i këtij lumi, ka një grumbullim të madh mbeturinash dhe inertesh. Prej rreth 3 dekadash, kjo është zona më e ndotur në rajonin e Shkodrës, ku inertet depozitohen edhe tek ura e Bachallekut dhe në lumin Buna. Kjo situatë është e patolerueshme, por qytetarët shprehen vetëm me pak kënaqësi, pasi zëri i tyre ka rënë gjithnjë në vesh të shurdhër. Kjo zona më e bukur, ky vend më i bukur kuçi unë zishi ka ishte bukur, se ka taku më shumë kuç. Jam kanë ajo është shumë bukur. Kjo zonë shumë e bukur. E shteti ka në dorë me ndërhy. Me pastru, me shiku ku çalan puna, vor nuk ka shkur. Me hin se jena tu hin drejt veret. Edhe ja bota më ke situata. Jena na pak nuk jena fort të rregullt. I hallëm gjonat që pa kriter, por shteti e ka në dorë këtë punë. Me përjashtim të mediave në Shkodër, sa i përket mbrojtjes mjedisore, fatkeqësisht të gjithë kanë heshtur dhe heshtin. Përreth qytetit, nga ura e Bardheve në Bachallek, nga bajpasje deri në Dobraq të ri, ngrihen stoqet me mbeturina dhe inerte, por nuk është trazuar deri për këtë situatë.